mua në protest, më kanë nxjerrë si fillim pensioni babit, që është shumë i ullët, 120.000 lek, ato si mjaftojnë as për kafe mjesi ati. Pastaj ka shumë arsye tjera, ushqimet, karburanti, se karburanti ndikon te puna ime që bëj. Edhe ka shumë arsye tjera, nuk është vetëm zvërneci se thot ai. Mu anën ekonomike, ma vështirësojnë vetëm ushqimet se janë çmimet e larta. Po ja ashtu, punoj nga pak, kursej nga pak, se Shqipëria kështu është. Unë i blej çdo ditë, edhe blej vetëm bazike. Nuk i kap dot gjitha. Po për shembull mishin, ka shku shumë i shtrejt. S'po e kapim dot. Mua më ndodh ta blej mishin shumë rrallë, se ka shku shumë shtrejt. Edhe jam fokusu vetëm të gjërat bazike ditore. Mua më ka ndodhur shumë herë që jam frenu, që e kom pa me sy edhe se kom blej dot. Unë nis ditën kështu, zgjohem mjestë, dal te lokali, lagjes, pi kafen vetëm, pres shoferin edhe iki te firma. Kafen e pi vetëm se ashtu du qetësinë time mjestë. Edhe më pëlqen vetmia mjestë, edhe nisem për punë i qetë. Puna ime është shpërndaj ujë, me ato bidonat e mdhej. Unë në ditë ka mundësi bëjmë edhe 2 rrugë, i bie 1000 bidona. Shumë e vështirë, sidomos të marketet me shkallë janë shumë të vështira, se janë të rënda. Aty kujtoj sakrificën që duhet ta kursesh lekun pastaj të gjërat që blen. Se të derë është djerës që ta kujtosh vështirësinë. Kur shkoj nëpër markete, më shohin kështu të logër, edhe u vjen keq, po s'kan mënyra me ndihmu. Me thënë drejtën, unë s'kam nevojë për asnjë gjë, unë kam nevojë vetëm për respektin e shqiptarëve. Edhe ata e kom fitu, edhe do ta maj deri në fund. E fitova me anë të flamurit. Me valvitin e flamurit, me sakrificën time, me logën time, edhe jam krenar për gjithë shqiptarët, edhe do ta maj këtë premtim deri në fund. Premtimi im është që nuk do ndaloj deri në ditën e fundit. Po inshallah do jetë ajo ditë me fitore. Unë ndihem shumë krenar për flamurin, edhe nuk do ta shloj kurrë. Edhe sado i log jam nga puna, kur vije këtu, është një adrenalinë e papame, edhe kam shumë miq që s'mlen dot vetëm. Mbaroj punën në orën 3-4, shkoj në shtëpi, qetësohem pak ja 1 orë, jo më shumë. Pasi mbaroj punë në orën 3-4, qetësohem pak 1 orë, më shumë jo, edhe nisem direkte për këtu ke protesta. Nuk premton ora, nuk premton koha, edhe kam edhe punë shtëpie se jetoj vetëm. Edhe duhet edhe me bë detyrimet e shtëpisë. Kur të gjithë më do të trokasin mua, jam shumë krenar. Edhe unë jam krenar për gjithë shqiptarët. Po aty zemra ime, aty rreth ajo, aty më kap adrenalina mu, kur është një moment ajo. Se unë mund të ri 20 minuta pushoj pak, ama kur dëgjoj një fjalim bukur ose kur më kalojnë 200 veta të dërat roketë, unë derisa të vit fikët. Ka pas momente që e kom valvit flamurin edhe 20 minuta, pa pushu. Forca ime vjen vetëm nga njerëzit. Nga njerëzit që janë këtu, edhe dashuria për flamurin. Unë nuk e tradhtoj vendin tim, edhe nuk do ta tradhtoj kurrë. Edhe bëj thirrje që vetëm të rrinë rinia këtu. Vendi im, mos më kagon asgjë, po unë do t'i jap gjithçka nga vetja ime. Do të kontribuoj me sa kam fuqi. Për momentin jam të kontribu me flamurin. Po me mungon mundësia edhe me jetën. Në sytë e njerëzve u kam lexu një dashuri pa mas për mu, më duan shumë, pa ama unë i du më shumë. Se di pse, po unë i du më shumë njerëzit se më duan ata. Po ato ofrojnë gjithçka nga vetja për mu, po unë du vetëm respektin. Ta ajo video që qarkullon në rrjetet sociale, që janë për lotur, atë fjalim e kam kërku vetë. Edhe kam dalë atje vetëm për njerëzit që më duan shumë, edhe kam fol fjalët nga zemra. 2 fjalë po kanë godit.
Ate që i thash atje, ate do ta kem deri në ditë fundit, që unë i du më shumë se më duan ata. Edhe të qëndrojmë bashku. Unë është protesta e parë që dal, edhe kur dola ditën e parë, këtu gjeta njerëz të mrekullueshëm. Edhe nuk është si protestat e tjera, kjo është për të mirën e Shqipërisë. E shoh në sytë e njerëzve që diçka do ndryshojë për mirë, për shqiptarët, për rinin. Në jetën time nuk pres shumë ndryshime, po pres ndryshime për Shqipërinë, që mos të shitet, mos të coptohet, edhe shpopullimi. Ajo na ka vrarë shumë shpopullimi sidomos i shkollave, i fëmijëve që po ikin, edhe ajo më vret shumë. Rinia që ikën çdo ditë. Rinia këtu mund ta gjejë të ardhmen, se këtu ka shumë burime. Shqipëria ime është familja ime. Unë jetoj vetëm me babin. Edhe kujdesem për te. Porosia e babit, nga fillimi derisa të vdesi ai, kur dal nga dera shtëpisë, thotë mos u ngasmo me njeri. Mos u zi me njeri. Më ka shumë merak, nuk e di, nga që jam djali vetëm. Kur dal nga shtëpia, meraku im për babin është vetëm a ka bukë me ongër. Sa ai mund ta marroj gjellën për shembull për pak, edhe mund vonohem mund të puna, edhe mund ngeli ai pa bukë. Aty është meraku im që më vret. Se s'ka njeri t'i boj diçka për të ngrënë. Unë këtë situatë që mund ngeli babi pa ushqim, për shembull, ushqimin ditor, e zjedh me një telefonat të miqve që mund t'i çojnë diçka nga dyqani. Se nuk kam mundësi tjetër. Po kjo situatë rrallë ndodh, se unë i përgatis gjellë për gjatë gjithë ditës. Jam i aftë ta bëj atë. Flamuri është shumë i rëndë, po unë e bëj që t'jetë më i lehtë. Me thënë drejtën, ka pas ditë që unë kam marrë smur këtu, po nuk e kam rënë veten. Edhe pas gjysë ore unë e kam marru gjithçka rrimjen gjitha. Me njerëzit që gjej këtu, pastaj marshimi është adrenalin vete. Protesta, podiumi, fjalimet nga marshimi ka ndryshim total për mu, si individ që maj flamurin, se aty te podiumi edhe mund qetësohen, kurse në marshim nuk qetësohem kur, vetëm valvitje. Derisa një ditë u këput shkopi, u detyrova të blej shkop të ri. Unë turmës ka momente që i shoh që rrinë qetësi, u shkoj afër me flamurin, kur e valvis unë ata fillojnë do atë rëkitet. Unë ndihem shumë i lumtur. Po kur gëzohem unë, gëzohen edhe ato. Me thënë të vërtetën, presionet vinë nga çdo anë. Sikur janë godit njerëzit tjerë këtu, në protestë jam godit edhe unë. Në formën që të shloj flamurin, se si person jo, po vetëm janë fokusu njerëzit ato, individet, janë fokusu vetëm shloj flamurin, se si duket nga që e maj turmën të angazhuar unë, edhe duan që të më largojnë. Presionet vinë nga format më ndryshme, po një presion që më ka ardhur, që më ka godit shumë, ka ardhur nga një person në rrugë që më ndaloi që ka leje flamurin se do kesh edhe goditjen në arrestim, po nuk lëkundem kur. Unë ndjeva shumë i fort në atë moment, edhe i kam thonë hajde. Nuk e shloj flamurin. Ai do marrë flamurin, po unë marrë flamur tjetër. Se mu si individ ai s'më dalën dot. Flamurin unë e marrë çdo ditë, nga këtu në shtëpi, e marrë çdo ditë. Tani flasim edhe për anën personale, për hallet e mia. Unë mund të kem shumë rrimje gjatë ditës, shumë lodhje, pa ama kur e marr flamurin që vi poshtë, në shesh me bicikletë, unë i harroj gjithçka. Shqipëria për mu ka qenë e madhe dhe do ngele e madhe, sidomos me diasporën. Diaspora janë njerëzit më të sakrifikuar, edhe janë më të rrimshur për ne, po janë larg prindërve. Unë me thënë drejtën, diasporën e kam në zemrën time se janë shumë të sakrifikuar nga jeta. Kanë lënë gjithçka këtu edhe kanë hekë edhe e kanë një sy ke ne. Edhe du t'i bëj krenar me flamurin. Nuk kam menduar kur t'hiki se arsyet personale. Edhe
nuk e kam qef t'ike. Jam rrit pak me, si thon, me vujtja, edhe du të vuj deri në fund. Edhe du të rri këtu. Forca ime për këtë flamur, edhe për vendin tim, vjen nga rrimjet e mëdha që kam kalu unë në jetën personale, edhe aty e gjej forcën për t'ju mbështet, edhe do ta bëj deri në fund. Mua vujtjet më të mëdha personale kanë bë më të fort, edhe ky që jam, vetë humbja e nënës, e vllajt, edhe tani përkushtimi për babain. Ajo nuk do ndaloj kur ndihma për babain. Shumë e vështirë është jeta pa nënën. Nuk e imagjinoj dot. Po kanë kalu shumë vite edhe e kam fillu duke ashtu. Jo se harroj, sa nëna nuk harrohet kur, po kam fillu të gjej pak forcë, se duhet me gjetë pak forcë. Duhet me ecë përpara. Pa mo venin ajo e ka aty. Nuk zëvendësohet nëna, i bëj thirrje gjithë të rive. Mos lëndoni nënën. Edhe këtë thirrje do ta bëj derisa të vdes. Po mu ka mundësia. Kur e shoh veten nëpër portale, nëpër intervista kështu, vallai edhe mu vjen qaj. Se e shoh veten shumë lart, se u kam qenë shumë i ndrojtur, shumë i mbyllur, edhe këtu kam gjetë vetveten. Dikush e gjen veten me një hellje në parashut. Dikush te futbolli, unë e kam gjetë tu, në shesh. Po flasim për mish tani. Mish këtu kam gjetë pafund. Sidomos mesazhet që vin lumë. Këto metrat e fundit janë metrat më të lumtura në jetën time. Kur shoh podiumin nga larg, më rref shumë zemra. Edhe kur fillojnë mlihen njerëzit nga pak, aty zemra ime mushet më shumë. Shumë emocion është ajo, pritja e njerëzve, se unë du të ketë sa më shumë. Se kam edhe unë pak adrenalin kur ka shumë njerëz, emocione shumë kur ka shumë njerëz, edhe du të vinë sa më shumë. Mundohem t'i numëroj gjithë me sy, po nuk e arrit se jemi shumë. Në syun tim janë shumë njerëz, mbi 10.000, që jemi të përditshëm. Atë thirrja më e bukur për mu është nesër më shumë, edhe atë e publikoj më shpesh. Më shumë njerëz duhen edhe për mu, për flamurin, se aty e kam atë. Jap më shumë adrenalin kur ka më shumë njerëz. Po e kam vënë re nëpër internet që më quajnë djali i flamurit, po do doja që të më quashin djali i familjes atyre, të gjithë shqiptarëve, se jam pjesë atyre. Edhe do të jem pjesë atyre gjithmonë. Aty qëndroj si për një bordure. Unë kur vi këtu, nuk kam një vend apostafat, po hypi si për një bordure, është shumë e lodhshme, po për mu është adrenalinë e papame. Gjej forcë edhe shplohem, kur njerëzit gëzohen. Mund të rri edhe 3 orë pa pushim. Jam mësuar djemtë e podiumit, jam mësu me mu, edhe me alen apostafat. Edhe kur mungoj 10 minuta që nuk vinë orar, ata bëhen merakël. Një dite kam marrë pak me vonesë, si sot për shembull, edhe kam dëgju 2-3 veta mrapa shpinës që thoshin shoqëruar djali i flamurit. Aty kam ndjerë shumë emocion. Kur vinë ato nga sheshi, mezi pres, se filloj përgatitjen, edhe ngrej flamurin më para se të vinë ato. Kur më shohin mua ato, emocioni papam, se ato më njohin gjithë tani. Edhe me zim presin me më pa. Edhe pak minuta të filloj protesta, po unë kam shumë emocione kur afrohem afër podiumit. Protesta fillon me himnin, po unë të himnin e du shumë. Aty jap zemër. Kur fillon himni, u kam një emocion në zemrën time për vendin, shumë e du vendin tim. Edhe nuk kam për ta tradhtu kur, por te himni, unë nuk fokusohem do të njerëzit, fokusohem vetëm te dëgjimi i himnit. Sa herë vi unë aty që bëj gati flamurin, vini interesohem, kam pas një hall gjatë ditës, kam nevojë për diçka, edhe jam krenar. Po unë kërkoj vetëm ujë. Tani erdhi ora që unë të shkoj atje, te vendi i caktuar, atje ku më rref zemra shumë, edhe i bëj thirrje të jemi një, të jemi të bashkuar, edhe çdo ditë më shumë.
deri në fitore. Tani erdhi momenti që të hap flamurin për shqiptarët që më du dhe i du shumë.